qërim sa më të shpejt dhe sigurisht e mi presim këtu në studiot na bashkohet dhe do vijojmë programin, do vijojmë sigurisht me leximin e përmbajtjes, si që dini ora pare e programit është rezervuar me 2 receta nga Zonja Vjoca, ndërkohë në orën e 2 të programit ju ftojmë na ndiqni për një bisedë shumë të këndshme. Shohim me njëherë përmbajtjen, se çfarë do keni mundësi për të ndjekur në program. E lexojmë me njëherë, receta e parë që do përgatis Zonja Vjoca është një tortë e shishme dhe kremoze që do ju pëlqejë të gjithëve. Receta e dytë qofte në salcë dhe bizele. Tema e parë është cilat profesionet të privojnë nga pushimet verore. Tema e dytë, pyetja e dytë pra që kemi shtruar dhe për të ftuarit tanë, pra një verë pa pushime për Rezerta Skifterin, Dietmar Bicaj, Miklovan Zeqo, Nik Zaimin. Ndërkohë në fund të programit do kemi mundësinë për të njohur me ofert e muajit nga Komodita Home që janë deri me datën 22 qershor. Pra tema që kemi vënë sot në dispozicion është një verë pa pushime. Duket sikur jemi të mësuar gjatë gjithë periudhës së vitit që presim me padurim verën për të pushuar. Por ka nga ato profesione që nuk na lejojnë, ka nga ato profesione që të mbajnë të mbërthyr, sidomos gjatë verës, po si është të punosh kur të gjithë pushojnë. Pra zgjedhin të bëjnë punë që në fakt mund sjellin më shumë fitime dhe mbase pushimet mund t'i bëjnë në një kohë tjetër. Por si ndikon kjo nga ana psikologjike, do kemi mundësinë për ta diskutuar edhe me psikologën për të na dhënë ato këshilla të duhura se si ne të sfidojmë këto, edhe kur shohim në Instagram që gjithë po pushojnë, a ka një ndikim tek ne dhe këshill dhe ato le themi sugjerimet për të kaluar një verë sa më të bukur edhe kur jemi në punë. Shkojmë më njëherë tek Zonja Vjoca për të mësuar 2 recetat për sot. Sot jemi me Lindën, Po. Ju urojmë Katerinës shërim sa më të shpejt të dardit. Të dardit të vogël. Më bëhet zemra shpell për dardin. I vogli, po, janë virozat për dallë dhe mund themi, nuk jemi të gjithë imun, edhe sidomos mi të vegjël janë ata që preken më kollaj më shpejt. Nejsa e shty pak ditë që kishte pak pa qef, po si duket e ka do bëjt vetën. Të shkuara ju urojmë. Do bëjmë sot një ëmbëlsirë që është e këndshme dhe e shishme për të gjithë pjesëtarët e familjes. Duke filluar që nga më të vegjëlit e deri ke më të rriturit. Shumë të thjeshta janë përbërësit. Këtu kam vendosur 500 ml qumësht me disa feta lëkur limoni. Patjetër që lëkura e limonit do të jetë larë mirë, ja këtu, dhe do ta nxehim çik mirë që mos ta lëm shumë gjatë pasaj gjatë kohës që ne do ta gatuajmë kremin. Do të bëjmë një krem pasliçerie me 4 të verdha veze. Ja këtu. Vezët ovitale, super të freskëta. I kemi nga paketimi fundit që na ka ardhur. Ja këto të 4-ta. 2. Po marr 2 të kuqe dhe 2. Pjesa tjetër na duhet pastaj për të bërë pjesën e brumit. Ti vendosim këtu. Zonja Vjoca, nëse do duhet ndihma ime, jam këtu për çfarë do lloj të falenderoj të vogël që mund të bëj. Shumë faleminderit. Ti e di që unë pa ndihmën e të gjitha juve kur jeni këtu, nuk arrit të mbaroj në kohë rekord çfarë duhet. Kështu që me që ti e re, unë duhet t'i them ma merr këtë ma bë këtë. Katerina i ka vetë këto gjëra. Ja. Të pyes pse zgjodhe sot të na bësh një tortë. Ishte ndonjë kërkesë specifike? Se mbëlqej ti duam të gjithë. Po ja, pra nga ju unë sa lexova mbrëm thash, ua, kemi tortë nesër. Tani ju sa herë shihni mielin Ola? Ka miell, a do na bësh edhe një kështu? Po miell ka me bollik, pse s'do vënoj krepin. Tani këto krepa e kështu në jashtë orarit nuk kam ndërmend që të ri, i bëj duke qenë bashkë me ju. Shumë mirë. Po ju marrë çik më të mirë. Mielli Ola na vjen në ndihmë, ne kemi thënë për çdo përdorim, për ëmbëlsira, për byrek, për petulla, për çfarë do lloj gatimi që ju zgjidhni të përgatisin në shtëpinë tuaj dhe sot do kemi mundësinë pra për të parë
tortën që po përgatit zonja Vjollca, që do ju pëlqej të gjithëve. Po. Pa përjashtim. Po, gjithë pjesartë e familjes. Disha ta bëja njërë me fruta, me qërshi, pas e tash, hajtë se bëjmë vonë me qërshi, po e bëj këshu njërë nga mëtë. Se unë kur gatuaj kam dhe më dalin shumë personazhe për para, them, dikush do të bëj një kek, po për ton të dalin. Kështu që, me qa më të bëj me qa, sa herë që ulem, po kur them sa herë ulem, them, qëfar mund të bëj unë një gjë që e ka frigoriferi? E pastaj sot kështu vendosa ta bëj. Tani këtu kam një të bardhë veze që nuk dua ta lë këtu, dua ta heq. Ja, se kjo më pikset e më krijon problem pastaj. Shumë. Këtu do të hedh 120 gram sheqer. Do t'i trazoj me tel dore, vezët bashkë me sheqerin. Ja. Do të hedh një seshten 40 gram që është afërsisht 2 lugë e gjys. Një, 2, basi kremi do të jeti qik i plot. E trazoj dhe këtë. Dhe tani erdhi radha që do të më ndihmoj Linda. Po. Do të marrim qumshtin. Madje e diçkiti. Me hidh këtu një pik në frigorifer, ke dera frigoriferit, ke një pik që më shtoftot. Një gisht në fundë, që mos ta hedh me një erë të nxehtë. Bëhet si pastë kjo. Shumë faleminderit. Urdhëro. Ja, detyra e parë. Duhet ta nxjerrësh bukën e gojës këtu. Patjetër. Është motoja e jetës zonja Vjollca, jo vetëm këtu në kuzhinë. Besoj në çdo fushë. Është e vërtet. Po. Tani do ta marrësh atë tenxhere dhe do filloj. Hajde, Jetë me... Okej, kujdesesh. Është shumë ja. Do mbash vetëm këtë aty. Cite. Po, dakor. Si ka shumë e thjeshtë. Do të ndihmoj unë zonja Vjollca? Të mbaj unë? Jo të gjithë për i herë. Okej. Se është e nxehtë shumë edhe. Shumë, faleminderit. Lëre këtu tani tenxhere. Ti marr të dyja, besoj ke mbaruar. Hiqe dhe ma sill tenxherën, se më duhet tenxhere. Që kjo kuzhina është punë në vetë, zonja Vjollca. Po, është e vërtet. Prandaj thua që këtu. disa profesione du t'i bësh me shumë pasion, në të kundër duket sikur dështon. Ti ke filluar besoj. Po, le të themi. E shikon. Tani vendosim këtu. E rrisim pak temperaturën deri ke 8 dhe nuk do ta shkëputim dorën për as 1 minutë, duke i trazuar avash derisa këtu të mpikse dhe të bëhet një krem i trash. Mund ta bëj unë këtë? Sa do të thosha, po e kape. Bravo, plum. Mirë. Vazhdo. Faleminderit. Ndërkohë, këtu Linda s'do bëj asgjë, vetëm do të razoj. Gjithmonë deri në fund, po lehtë. Po. Kjo është tava që do të përgatisim ne tortën. Kam shtruar një letër pjekje fino, duke e kthyer dhe një çik këtej nga anët, me qëllim që si që shikoni kjo tepsia është shumë e vjetër, po pjek shumë mirë, së është shumë cilësore. Dhe nëse nuk kam letrën, rrezikoj që ky kremi mund të më bjeri në fund, mund të më bjeri anash dhe ma ngjit, nuk arrin dot. Megjithëse unë sa herë që heq nga furra, e mbuloj me një picet që të djersitet një çik, e lë një 15 minuta, pastaj del shkëlqyshëm. Ndonjëherë kam kohë këtu në emision, ndonjëherë s'kam kohë, kështu që ju zbart faqen letra fino. Tani, në këtë tasin, do bëjmë bazën e
brumit. Dhe për bazën e duan përsëri 4 kokra vezë. Iku një kuti. O Vital, e shikon si shpenzojnë vezët ne? Prandaj jo Vital, zonja Vjollca ka menduar edhe se sa kokra vezë le theme të jap për gjithë fituesit e kuicit, se gjithmonë vinë në kohë për t'i marrë. Ato që kanë marrë, po mundohen më sot iku një kuti vezë. Po. Ja, për të bëjnë të tortën që po përgatit ti sot. Po, tortën nuk e hanë brenda ditës sa, nuk e hanë një person, kështu që duhet me hangër tortën tani me pak karari, themi ne. Zonja Vjollca, unë do të lexoj dhe përbërësit e recetës, që të njihen teleshikuesit, më thuaj nëse është okej në këtë momente. Ja, gjatë kohës që unë jam duke bërë një punë, filloj kjo të rëndohet dora? Jo. Shumë lehtë, por që hajt, edhe në qik. duhet shtuar. Dakor. Tani unë këtu do të hedh 4 kokra vezë dhe 140 gram sheqer. Do t'i trazoj këto së bashku, mbaron shumë shpejt. Deri sa shohim që veza nuk është më në ngjyrë portokall, po fillon zbardhet, bëhet një nuancë më e çelët. Do të thotë që ka filluar procesi i shkrirjes së sheqerit. Në këtë momente vjoj me leximin e recetës për të njohur me përbërësit të tortës. Çfarë duhet të kemi parasysh pra kur përgatisim tortën që po realizon zonja Vjollca. Një tortë e shishme dhe kremoze që do ju pëlqej të gjithëve. Për bazën na duhen 4 vezë, 140 gram sheqer, 60 ml vaj, 80 ml qumësht, 280 gram miell ola, një pako pluhur pjekës, lëkura një limoni, një maje krip, sheqer pluhur. Kjo është për pjesën e parë pra për bazën. Për kremin e pastiqerisë, ndërkohë që unë bëj dhe përzierjen, 500 ml qumësht, 3 feta lëkur limoni, 4 të verdha veze, 120 gram sheqer, 40 gram nisështe misri. Faleminderit zonja Vjollca. Këto ishin përbërësit për të realizuar këtë tortë që do jetë kremoze, që do ju pëlqejë gjithëve antarëve të familjes që do ta provojnë, do ta shijojnë. Besoj edhe ne në fund të programit do kemi mundësi për ta shijuar, se siç dim vetëm ne në fakt. Po. Me përbërës shumë të thjeshtë që i kemi të gjithë në shtëpi dhe besoj me një kohë rekord, mund themi. Kjo është veçanta këtyre recetave që siç e keni parë në 15-20 minuta secila recetë realizohet. Tani sa mirë që bëra që ta mora nga dora këtë. Si që shikoni, kremi u bë këtu vërtet një krem pasiqerie, shiko? Po zjen, e ulim temperaturën dhe të lutem Linda. Po, zonja Vjollca. Trazoj çik shumë prap. Të duhet një luk. Shisa i plot që është? Masa që na duhej u formua. Ta vendosim këtu zonja Vjollca. Po, ti e merr këtë tani dhe bëj kështu sikur. Okej, dakor. Luan me plastelin derisa të ftohet kjo çik. Na ishte siç na ishte një herë dikur. Tani këtu do të hedhim 60 ml vaj. Vaj vegetal, vaj farash. Do të hedhim 80 ml qumësht. Brumi i bazës nuk do të jetë i plot, i trash, por i rrjedhshëm gjithmonë nga luga. Nëse ju dëshironi që të kemi një tortë të butë dhe sa më të shishme. Do të hedhim këtu 2 kokra krip.
Zonja Vjoca, kjo masa mund konsumohet dhe kështu. Ta kam lënë të nxerën në të Do se në ndodhë gjithve, kujto që gatuan, ka ca antarët familjes që shkojnë aty për ta provuar fillimisht. Po. Tani këtu kam plurin pjekës, këtu sheqer plur, që është në fund fare, mbasi tortat jetë ftohur. Këtë nuk kemi punë, kemi punë me mielin ola, që na duhen 280 gram. Kemi fatin që në këto paketime, si që shikoni këtu, ju donë 100 gram, 200 gram, 300 gram. Kështu që ato që gatuajnë me sy e shohin, edhe nëse këtu kam 300 gram, unë e di që këtu duhet të proj një lugë ose një lugë e gjys. Filloj të hedh mielin, duke hedhur dhe mielin dhe duke e përzierë vazhdimisht. Mund t'i diferenca me një lugë për arsye se gjithmonë kemi atë tolerancën ke vezët, që vezët mund t'jenë më të mëdha, nuk janë standard gjitha. Kemi plurin pjekës, e hedhim këtu me njerë. Në kam betur vetëm lëkura e limonit, qik të tasat, pasra, vetëm shplajnë qik me ujë. Furën e kam parangrohur në temperaturën 170 gradë dhe ky kek do të piqet për 35 deri në 40 minuta. Në 170 gradë që pjekja të jetë graduale, jo të na piqet nga jashtë dhe brenda të na rri brum. Nuk ta nxjerrim nga fura në tavolinë nëse nuk i bëjmë provën me stikadent dhe anangjisin duart. Bravo, Linda. E kemi të nevojshme zonja Vjoca, dhe pse është verë tashmë, nxehtë, ëmbëlsirat nuk ju ndahemi, kemi shumë qef, po është një ëmbëlsirë e lehtë, mund të them. Shumë e lehtë është. Nuk të rëndon. Ja. Që një zgjidhje shumë e mirë, edhe për miqt që ju vinë në shtëpi, me një filxhan kafe, ama kafe, kështu që, ja. Me një kakao, si që pivon. Po, me një kakao, patjetër. Pasdite kalohet shumë bukur kështu. Ja, pra ky është brumi, ja? Thash një brum i rrjedhshëm, jo të shkëputet pak nga pak të bjeri nga luga, po të bjeri lehtë. Këtu kam një lugë, do hedh një lugë, do hedh gjysmë luge. Ja kaq. Kam prapë. Të pudrosi që këto anët e tepsis me këtë pjesën tjetër. Ndërkohë tek receta e dytë kemi qofte, zonja Vjoca. Po, qoftet janë, jo si ato qoftet që kemi bërë zakonisht, janë shumë të shishme patjetër, dhe salca do jetë me perime, do jetë me pak karrot, do jetë me pak selin, shumë pak, me një qep shumë të vogël, të gjitha këto në sasira shumë të vogla, me pure domate, me bizele edhe me qofte. Është një vakt shumë i shishëm. Shumë i shishëm dhe i lehtë, mendoj që jemi tani në të ditë të nxehta dhe duket sikur rëndohemi shumë edhe përpiqemi të kujdesemi çfarë ham. Këto receta janë shumë të mira që i përgatit zonja Vjoca dhe besoj ju vjet gjithëve në ndihmë për vaktin e drekës, se ai është duket më kryesori, mund të themi. Pastaj darka mund të jetë diçka më e lehtë. Po. Pra, e shikoni brumin se sa i rrjedhshëm është. Gjithë sekreti i ëmbëlsirave, i byreqeve, i kekrave, i qatë të themëm ty, i petullave, gjithë sekreti është ke mielli. Nëse mielli është cilësor, ato dalin të mirë. Unë kam zgjedhur këtë tepsim, nuk da bëj shumë të trash, duhet ta bëj një trashësi mesatare, sepse shumë të trash, duke qenë edhe me krem, sikur rëndohet? Jo rëndohet, nuk du të ketë pamjen e, si me thënë, e qullit.
E Kur të kuptoj, pres, po. dua që t'jetë me këtë. Mas pra kremoze, si Po. që tham. Shumë faleminderit, Linda. Se s'më kushton të gjovia një kështu tepsi më të vogël dhe e fryesh bësh 4 gisht. Do t'jemi të kujdesshëm pra dhe për tepsin, për tiganet, çfarë do lloj enët të kuzhinës ne i përzgjedhim. Lug dhe e vendos kështu në sipërfaqe. Ja dhe një në mes, dhe Linda preparoj goxha për ty. Duket vërtet shumë mirë. Po. E vendosim tani thash në furrë në temperaturën 170 gradë. Kjo është e gjitha. Të lumshin duar. Kanët. Po. Ja. Deri këtu mendoj unë që do të fryhet. E kujdesshme deri në detaj, zonja Vjolca. Qa të bëj? Në kara horoskopi kështu. Kështë ka rënë, më falë? Horoskopi. Horoskopi. Se mund të binte edhe ndryshe. Pa i horoskopi im do binë i gjëmë i zonja Jo, se Vjolca. ti mund të binte horoskopi në i kroqer, duke shëtitur, duke harxuar vetëm para. Mua më ka rënë horoskopi me punu me i fitu vetë parat. Po besoj e shijon, se punat të shijon, puna që ti donë, besoj është një knesit e madhe. Në maksimum, i lutem Zotit vetë për shëndet dhe për gjitha këto të tjerat për fëmijët e mi, jo për mua. Kështu që jam shumë e kënaqur. Duhet e prindit gjithmonë janë për fëmijët, e vërtet. Faleminderit. Faleminderit, zonja Vjolca. Është momenti që e kemi vendosur në furrë. Pra torta që për pak minuta, besoj zonja Vjolca, deri kur të mbarojmë në pjesën 35 deri në 40 minuta. Gjithsesi, ne deri aty ku ka arritur, shpresojmë të piqet. Do ta nxjerrim këtu dhe ju do ta shikoni që ajo do ja bëj kontrastin, ku aty do jetë e verdhë dhe këto do jenë pak si më të çelta dhe në pamje mendoj unë që duhet të jetë pak e këndshme. Shumë mirë. Edhe në qoftë se nuk realizohet nga na minutazhit, ju dini tashmë se të gjitha recetat dalin me foto në kanalin zyrtar të YouTube-it Televizionit Klan, po ashtu dhe në Instagramin e zonjës Vjolca, recetat së bashku me përshkrimin që në çfarëdo lloj momenti ju duhet për të sajuar kështu në mënyrë të shpejtë një recetë, ëmbëlsire për ju vetëm, e keni mënyrën më të kollajt për t'i gjetur. Është momenti për të shkuar një hapësirë të shkurtër publicitare. Po, zonja Vjolca, ndjes. Ja kam të bardhën e 2, zëres është një shkop selino, një karot mesatare, edhe madje jo e gjithë kjo qepa, 3/4 e kësaj qepës. Do t'i gri në kubik të vegjël dhe do filloj t'i kaurdis pak në një tenxhere. Kaq. Shumë mirë. Për pjesën tjetër pastaj për recetën e dytë që do ndjekim pas pak. Në këtë momente kemi publicitet. Jemi rikthyer në studio, zonja Vjolca është duke marrë me recetën e dytë, kemi qoftë në salse dhe bizele, kemi nisur menjëherë me përgatitjen e kësaj recete. Me përgatitjen e salsës. Po. Ja, kemi hedhur vetëm vajin, kemi hedhur një 3/4 e qepës që pat, duhet një qepë e vogël, mundësisht nga ato shalotat janë pak si gjata, kemi vendosur një deg selino, të grira shumë hollë, shumë imët. Në qoftë se nuk keni durim, mund t'i grini dhe me grirësen e qepës. Ja. Dhe do t'i kaurdisim derisa këtu të shpërthej një aromë kështu. Tamam që ty dikush thot, këtu po gatuhet, po u haka mirë. Kështu thonë, kushdo që vjen, të ftuari që vinë zonja Vjolca, këtu gatuhet, vjen aromë shumë e mirë. Po. Me perime, me mish, perime të fresta. Ja, shiko, kaq kubik të vegjël. Po. E hedhim dhe këtë. Pra sekreti është që t'jenë sa më të imta? Po prap, kur bëhet fjala për salsë, nuk po bëjmë kështu. Ajo salsa do jetë tamam si një çorbë me qofte. Qoftet mund t'i bëni të madhësive që dëshironi, mund t'i bëni si pasha qoftet vogla. Unë do t'i bëja qik më të mdhaja, sa një top ping-pongu. Pas dëshirës, pas taj forma. Më varet nga preferenca tuaja.
Dhe temperatura do t'jetë shumë e ullët. Po, në temperaturë mesatare. Mesatare, po. Qoj ke shtataj qik tani ti, se ne... E rrisim, po, pak, se kemi njësër përgatitjen që gjatë publicitetit, zonja Vjollca. Po. Për të fituar kohën. Ja, edhe këtë karotën këtu. Nëse keni dëshirë, salcën mund të bëni dhe pak pikante. Nuk po them për qoftet, po për salcën pak pikante, se është e shishme. Këtu kemi 400 gram mish të grirë. 100 gram buk, ose 2 feta buk, do t'i merrni dhe do t'i vendosni në qumësht. Ja, ku e kam bukën unë dhe e kam bërë këtë bukën, tullin e kam bërë fare, e kam shtrydhur fort sikur një sfungjeri. Dikur shtrydh sfungjeri? Në maksimum që duket si i thatë, ashtu do bëni dhe me bukën. Mund t'jetë buke freskët, mund t'jetë dhe buke ndonjër e ftohtë. Unë e kisha bukë të ftohtë. E qëmë këtë. Keni 2 luk parmigjan. 2 luk gjelle parmigjan, që dhe nëse nuk i hidh një vezë, ai parmigjani ngjitet me mishin dhe me bukën, dhe nuk është nevoja për vezë. Nëse mishi është i freskët, kam ardhur unë nga dyqani mishit, në shtëpi, nuk i hedh fare vezë. Nëse unë mishin e kam vendosur në frigorifer, si që kisha unë në rastin konkret, sot erdha nga shtëpia, erdha nga dyqani mishit, atëhere duhet një kokër vezë e vogël. Hedh këtu edhe 2 lugë, se unë më kanë nxjerrë këto emisionet, Zonja Vjollca e kishte masën e lugës sa një grusht. Ja, masa e lugës, urdhra. Janë të gjitha të matura që t'jenë të sigurta më përpara. Mos u merrni me mua me këtë punë, merru me ndonjë gjë tjetër. Po, s'ta kemi mirakun se në këtë fushë je profesioniste, kështu që kurdo që e dyshon të flej qetë. Ashtu siç është nëna jote, profesioniste për tenxherën e shtëpisë së vet, ashtu siç janë gjithë nënat që po më ndjekin mua, që ka ikur koha e lugës, kur ti ke 40 vjet. E matë me sy, nuk ke nevoja që gramatur për më tepër që je gjithmonë saktë. 40 vjet, 45 vjet të gatuan. Ja. I hodha pra kripën, i hodha parmigjanin, thash unë mishin e kisha vendosur në frigorifer, dhe kur ti vendos mishin në frigorifer dhe nxjerr nga frigoriferi, ai krijon çik lagështirë. Veza pastaj bashkë me djathën me këto përbërësit e tjerë e lidh shumë mirë. Ju shikoni që unë këtu nuk kam vendosur qep, për arsye se qepin e kam ke salsa. Do më ndihmosh vetëm me këtë vezën të ma hedhësh këtu. Vezën e plotë. Se unë do vendos duart pastaj, po. Pa frikë, Olinda, bram, pa frikë. Si ato nusët e motit. Po, e bëj mira për jo. Kështu kam qenë dhe unë. Se unë kur kam mësuar të gatuaj, kam thënë, kam qenë e rrethuar nga femra që gatushin në mënyrë të përsosur. Këtu kam qik hudër, shisa pak kam. Armoskat. Jo piper të zi, piper të zi do hedh këtu do hedh armoskat. Në ca receta tjera kam hedhur kumin. Pra, këtu është ndryshimi, shikojeni juve vetë. Provoni dhe qëndroni atje ku ju pëlqen. Dhe një lugë majdanos të grirë shumë hollë. Këtu tani ka artuar që unë hedh bizelet. Edhe më të stojnë të nga regji. E pash të provokojnë të marrin mendjen. E pra, largë syri keq, largë. Ku e kemi hudrën, Zonja Vjollca? Hudrën e odha këtu. E pa. Këtu tani, i ka urdisim që këto dhe do të hedhim një gotë me pure domate. Dhe po ke kjo gota pastaj, mbasi ta ka urdisim qik pure në domates, një gotë me ujë të nxehtë. Tani unë po merrem me qoftet, edhe pak do përveç duar, do vendos duart këtu. Piperin e doni me specifikant? Doni me specifikant këtë? Si e keni qefin? Jo, okej, e lash. Janë i qik pikant vetë këta, pra ndaj nuk e duan specifikant. Po, shumë mirë. Zonja Vjollca, ne do shkojmë në leximin e recetës të përbërësve. Ndërkohë unë, do vendos duart dhe do ta punoj me dorë. Kam doreza, po. Si gjithmonë, si që realizohen qoftet në fushë të shtëpie. Po.
Atëherë, qofte në salsë dhe bizele, do thonë sa punëtore që kjo goca edhe lexon, edhe punon, bo. Për qoftet, na duhet 400 gram mish i grirë, 100 gram bukë thatë ose e freskët, 50 ml qumësht, 2 lugë gjelle djath parmigiano, hudhër, majdanoz, krip, ar moskat, një vezë, 2 lugë gjelle bukë të thekur të grirë, opsionale si pas dëshirës. Për salsën, na duhet 1 qep e vogël, 1 deg selino, 1 karot e vogël, vaj ulliri, krip, piper të zi, pak spec djegës opsionale, 200 gram bizele, 1 gotë salcë domate pure, 1 gotë ujë ose lëng mishi. Si pas dëshirës dhe kjo e fundit. Këto ishin përbërësit. Shumë bukur. E qenisa e bëna hazur. Ja e hedhim një gotë ujë të nxehtë dhe mund t'i hedhim edhe një gjysmë gote tjetër. Ndërkohë, do të ndrojmë çik pozicionin. Do ta vendosim këtë tiganin andej. Dakor. Pritim mbledh një çik të anët. Edhe Linda do jesh kështu sy e vesh këtu, do hedhësh edhe një gjysmë gote me ujë të nxehtë. Okej? Okej, dakor. Ndryshojmë vendin. Ndërkohë unë këtu do përgatis qoftet. Këtu kam thënë opsionale edhe për në grafik, edhe për bukën e thekur të grirë, edhe për vezën. Opsionale që ndron tek mishi, se si e kemi mishin, e kemi të freskët. Unë mund të kam lirë mishin dhe para 2 ditësh, i freskët është, por e kam vendosur fjalavje në ngrirje. Po, për që të sigurt. Brumi është fiks. Tani unë nuk do shpenzoj këtu 2 lugë, po do shpenzoja kaq. Dhe këtu ke tryeza e punës, ke kjo taljeri, do të vendos pak fare bukë të thekur të grirë, për të vendosur qoftet mbasi ti përgatis. Me qëllim që kur ti vendos për t'i skuqur, ule pak të temperaturën, qoj ke 4. Mos më jenë gjitur këtu. Ja. Ndërkohë zonja Vilca, salsa është në tek... Qoj ke 8. Tek 8, po. Qoj ke 9, sa të marri val, ule ke 7 fjalavjen. Okej, shumë mirë. Tani, qik vaj, pak. Dhe do filloj të bëj qoftet. Receta shumë e mirë. E kisha plan sot cilja qoftet. Ti bëja qoftet me qull edhe me hudra, që unë i ha shumë dhe vdes bën shumë të mira. I kam sjell, kështu që jam në YouTube. Mendoja një recet që mos ishte. Edhe pse unë them që nëse unë kam 4 vjet në klan, ke 4 receta fjalavjen që mund t'jenë të qofteve. Të një receta. I përsëris njerë në vit, po edhe ka përsëritja po të vini re juve, ka një ndryshim, kështu si që është dikush me kumi, dikush me... I sjell ndryshe, pra. Shton elementa përbërës të tjerë që e pasurojnë dhe atë recet. Tani do të filloj të bëj qoftet. Ja, mesatarisht kaq. Hedhim një sy këtej, e ulim edhe i qikat të temperaturën. Ja. Zonja Vilca, 150 gradë? Jo, ke 160 të lërë. Qik më shumë se 150, ha? Po i vendosim njërë këto? Kam filluar? Vaj, jo. Do t'i skuqim pak qoftet sa të zverdhen, dhe më pas do t'mjafton të edhe 5 minuta deri në 7 aty që të zjenjë së bashku me bizele, dhe gjithë shka është gati për të shërbyer. Shumë mirë. Mund të shërbet kështu, me një qik bukë të thekur, shumë pak, jo shumë. Mund të shërbet me purej patate, mund të shërbet me makarona poshtë.
me pilaf jo nuk do ta rekomandoja. Sipas dëshirës gjithmonë. Po, zgjedhja është e juaja, nëse ju për shembull do hiqni bukën e tekur, do vendosni këto të tjera që them unë nga një lugë. Shumë mirë. Jo lugë kështu, nga e luga që kam unë, që edhe beshamelin. Shumë mirë. Zonja Vjolta, sot kemi edhe kuicin e Ama Kafe, që do kemi 3 fitues, si çdo të mërkur. Mund të bësh kuicin kur të duash, unë vetëm këtë punë kam tani. Shumë mirë. Ndërkohë që zonja Vjolca përgatit qoftet, bëhet pra skuqja atyre dhe është dhe salca në anën tjetër, do kemi mundësinë për të luajtur së bashku dhe për të fituar si gjithmonë, pasi pyetjet janë shumë të thjeshta dhe janë pyetje me alternativa. Unë do zhvendosem të këndi Ama Kafe për të luajtur së bashku. Dhe ja të kemi. E shpallim kuicin Ama Kafe. Dhe unë jam gati për të pritur telefonatën e parë për sot dhe besoj për të shpallur fituesin. Se kështu ndodh gjithmonë në çdo quiz që luhet këtu në shije shtëpie, dhe ndihmat janë gjithmonë që e kemi, më njoftojnë nga regjia. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Si jeni? Mirë, faleminderit. Zohem, kënaqësi të flasim së bashku. Jemi gati për të luajtur për quizin Ama Kafe? Po. Pyetja është: cilat janë kushtet për ruajtjen e kafes jeshile? Temperatura 18 deri në 22 gradë. Lagështia 50 deri në 60%, ajrosje e mirë apo të gjitha këto alternativa që sapo dash? Besoj se të gjitha. Ju shpallin fituese me njëherë, pra pyetja ishte shumë e thjeshtë dhe ju ishte shumë e shkatët për të bërë fituese e kuicit Ama Kafe, siç e kemi thënë edhe më herët, të gjitha kafet që ju i keni fituar do t'i merrni në blog. Jo, këtu në televizionin Klan, mund shkoni ti tërhiqni dhe kështu të shijoni kafen e mëngjesit, të drekës, të pasdites. Ju besoj e konsumoni kafen. Iku. Jemi me tjetrin pasi telefonusja u largua, e përshëndesim dhe falenderojmë që u bë pjesë e kuicit. E mori dhe gati për shkuar tek dyqani Ama Kafes. Përshëndetje. Përshëndetje. Më kë flas? E kam në linja apo jo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, ju lutem mbajini mirë telefonin. Me kë kam kënaqësinë të bisedoj në këtë momente, si quheni? Nuk i dëgjoj mirë. Ju lutem më dëgjoni. Alo, po, më dëgjoni nga telefoni, ju nga televizori. Nuk e kuptoj emrin, po Nena nga Tirana. Nena nga Tirana. Kënaqësi zonja Nena. Jemi gati për të luajtur për pyetjen e radhës, për të bërë kështu fituese Ama Kafe. Po. Pyetja është: cila është pjekja e kafes që përdoret në Shqipëri? Alternativa e parë, më dëgjoni më vëmendje. Pjekje e lehtë, pjekje mesatare, pjekje e errët. Si bëhet pjekja e kafes në Shqipëri? Pjekje e lehtë, pjekje mesatare, pjekje e errët. Mesatare të shkoj. Zonja Nena, ju shpallin fituese, keni fituar kështu kuicin Ama Kafe. Besoj dihet si piqet, si bëhet kafeja në Shqipëri, se jemi mjeshtër të kafes. Ju falenderoj shumë që u bët pjesë e kuicit Ama Kafe. Do shkoni ta tërhiqni tek bllokut, pra te dyqani Ama Kafe, të gjithë këto kafe që ju i keni fituar. Dhe tashmë jemi tek telefonata e fundit për të luajtur së bashku dhe për të fituar kështu kuicin Ama Kafe. E kemi telefonatën? Presim në këto momente. Presim për të pasur dhe për të shpallur një tjetër fitues. Përshëndetje. Alo? Alo, përshëndetje. O? Kush jeni? Më kë kam kënaqësinë të bisedoj? Mund ta di emrin tuaj apo u shkëput fare nga linja? Nuk është. Besoj për pak çaste do kem telefonatën tjetër, se janë shumë të shkatët të shpejt, sidomos kur bëhet fjalë për të fituar. Por jo vetëm, pasi kemi teleshikuesit, kemi dhe miqt programi që bëhen her pas here pjesë e programit përmes telefonatave që ne mundësojmë. Por është kënaqësi shumë e madhe kur japim dhurata. Jemi gati për një tjetër telefonat, për të shpallur një tjetër fitues, pasi Ama Kafe ka menduar për ju që çdo javë të kemi 3 fitues. 3 fitues që kanë mundësinë pastaj për të shijuar kafen e mirë, shijen e mirë të Ama Kafe.
Më njoftojnë nga regjia nëse kemi ose jo, ju lutem. Dy zonja kishin mundësi për të luajtur me ne dhe për të fituar. Akoma duhet të presim edhe pak, ndërkohë këtu unë kam Ama Kafe, si që dini, është kafe turke premium, kafe turke klasike, kemi dhe kafe turke ekonomike. Një kafe shumë e mirë, shumë e shishme. E kemi telefonatën, më thonë. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju lutem më dëgjoni nga telefoni, jo nga televizori, pasi kështu krijohet një lloj shkëputje. Përshëndetje. Si jeni? Mëngjesi. Mirëmëngjesi, ju përshëndes. Si quheni zonjë? I quaj Maja. Maja? Nga Freskopa. Ne si të dojmë së pari bashkë. uroj shërim djalit. Faleminderit. Faleminderit shumë zonja Maja. Jemi gati për të luajtur së bashku? Janë pyetje me alternativa, që besoj janë shumë të thjeshta për të gjetur. Atëherë, pyetja është: cila pjekje ka aciditet më të ulët? Pjekja e kafes pra e lehtë, mesatare, e errët, nuk ka lidhje aciditeti me pjekjen. E lehtë, Unë them që nuk ka lidhje aciditeti me pjekjen. Në fakt ka lidhje. Është alternativa e tretë, e errët. Më falë zonja Maja, unë do të kisha dhënë një ndihmë. Por ju ftojmë që të bëni sërish pjesë e kuicit për të fituar Ama Kafe, për të fituar shumëdhëshmërinë e kafes që ju sjellim këtu në programin Shije Shtëpie dhe këtë na mundson Ama Kafe si gjithmonë. Kemi një tjetër telefonat. Përshëndetje. Përshëndetje. Me kë kam kënaqësinë të bisedoj? Shpejt. Edhe një herë të lutem emrin? Razije në Tiranë. Ndjes po nuk e dëgjoj emrin, kështu që do kalojmë direkt te pyetja. Razije në Tiranë. Razie ose Rabie, Razim? Razie. Zonja Razie, faleminderit që u bëre pjesë e kuicit Ama Kafe. Kalojmë më një herë tek pyetja. Një kafe nuk ka fare kafeinë. Po. E vërtet, e gabuar, s'ka lidhje dekafe me kafeinën. Pra një kafe dekafe nuk ka fare kafeinë. Më dëgjon me vëmendje? Po. E vërtet, e gabuar, s'ka lidhje dekafe me kafeinë. Një kafe dekafe nuk ka fare kafeinë. Është e vërtet? Është e vërtet. Është e vërtet. Dhe të shpallim fituesen e tretë për sot. Faleminderit që u bëre pjesë e programit. Faleminderit që luajte me ne sot. Faleminderit. Ku mund ta marr? Sepse duhet ishte pyetja. Ku mund ta marr? A ka kafein kafja de kafe? Po. Ka mënyrë të ndryshme, po. Për t'ja u Po ku mund ta marr? Kafen do ta marrësh tek dyqanet e Ama Kafe në blog. Do shkojnë ti tërhiqeni aty. Në rregull. Faleminderit. Më fal, që nga ditë që tani mund të shkosh direkt për tërhequr kafen. Kështu që mund ta çoni edhe foto përmes Instagramit të Shije Shtëpie, se si e shijoni ju kafen. Ti shohim zonjat që na ndjekin çdo ditë, zonja Vjollca. Si e shijojnë kafen e mëngjesit pas ditës, gjithmonë me Ama Kafe. Zonja Vjollca, ti shpejtove dhe e mbarove recetën. Tani të lumshin duart. Kjo nuk është kafe. Po besoj ti ke pirë kafe për të marrë energjinë. Po, sigurisht. Mua, po s'piva kafe, të kam thënë unë. Nuk qëllën sytë. Nuk shkon sa hati 12. Rikë shumë. Ja. Hedhim dhe qoftit. Dhe tani mjafton 5 minuta të zëjnë këto së bashku për të marrë shijen e njëra tjetrës dhe është gjithë shka gati për të servirur. E ulim këtu temperaturën. Këtë e lëm këgjashta në një temperaturë mesatare. Ja. I vendosim kapakun në këtë ritëm dhe për 5 minuta qoftet me salcë dhe bizele janë gati. E shohim një qikë se 35 minuta janë bërë që kemi vendosur në të. Po, i hedhim një sy? Po, jo, unë i hodha sy. Okej, shikojmë. E bëj dhe live tani, po. Provën me stikadent dhe është shumë mirë. Do ma marrë qik nga fura? Ta nxjerr, po, pa tjetër. Po.
Shumë mirë. Vendosim. Provën e fundit, para se të kalojmë në publicitet. Këtu shkopi është i pastër, e vendosim në mes, se në mes rrezikon. Ja. Nëse këtu do ngjiste, atëherë do ta vendosim dhe një 5 minutë. Nëse kjo mbushesh plot me brum, atëherë donte 10-15 minuta dhe për mua është gati. Sahat Omega, shiko deri këtu thash do jetë fryrja. Dhe fryrja është fiks deri këtu ku tha. Të lumë shinduar, zënje Vjolca. Tani, këto janë 2 receta, këtë t'i lëmë qik 5 minuta ko, ja dhe këtë. Kjo nuk do 5 minuta, do i qik më shumë, të ftohet plotësisht, pak sheqer pluhur në pjatancë dhe pastaj çfarë do të shijoni. Të lumë shinduar, të ishte kënaqësi. Dhe juve ju bëftë mirë. Faleminderit për të 2 receta. Dhe bashkë më rupafsh. Është momenti për të kaluar në hapësirë të shkurtër publicitare për të rikthyer më pas në orën e 2 të programit me temën që kemi rezervuar për sot. Publicitet. Rikthehemi sërish në studio për të vazhduar tashmë me këtë pjesë të programit ku do të flasim për personat të cilët në base zgjedhje, por më shumë për shkak edhe të punës, nuk bëjnë pushime. Edhe pse punojmë thuajse një vit të tërë për ato 2 javë pushime ose 1 javë ose varet nga sa mund të kenë njerëzit kohë, të ftuarit që kemi sot në studio do të na tregojnë se si ata nuk munden të kalojnë pushimet. Po, është një temë në fakt që të gjithë të diskutojmë ku do shkosh me pushime, çfarë do bësh, ku ke zgjedhur të kalosh pra ato ditë të pushimit, por ka nga ato persona, pra siç e prezantova Agida, që zgjedhin të kalojnë një verë ndryshe, siç është Ditmar Bicaj, është Nik Zaimi, do kemi nga ana psikologjike për të na shpjeguar Elden, psikologe, do na bashkohet për pak minuta Rezarta Skifteri dhe po ashtu e kemi në Skype Miklovan Zequ që është shef kuzhini dhe ka kaluar nga puna në punë, nga Tirana në Qërret, në Bregdet, se shefat e kuzhinës dihet që verën e kanë shumë të zënë dhe zhvendosen në vendet bregdetare. Po diskutoja pak më herët me Ditmarin sepse tha maksimumi i pushimit që mund të bëj është 1 ditë. Që nuk është edhe quhet në start. 1 ditë sepse momentalisht duke parë profesionin gjatë gjithë kohës jam takime, telefonata, po telefonatat ngelen telefonata, takimet duan gjithmonë nga afër. Edhe kur iki kështu 1 ditë që ikim e shijoj maksimum. Tani gjithë duam to 2 javë që nuk besoj se i kam 2 javë, do ishte, nuk e di. Do ishte diçka e mrekullueshme, po mundohem në një fundjavë, në një çtu në diele, pak plazh, pak rrezë diele dhe përsëri në Tiranë. Tani për shkak të profesionit, domethënë është diçka jashtëzakonisht shumë e vështirë, po pushimet e mia janë në dhjetor. Do doja shumë që të ishte të periudha e verës, por pushimet e mia në dhjetor, që kam edhe më shumë hapësirë e kohë, maksimumi 10 ditë. I shijoj, mundohem shkoj në vendet e nxehta, siç është Egjipti, Dubai apo Ky është një ritual i përvitshëm Ditmar, apo këtë vit ndryshe nga një projekt tjetër që ti ke marrë? Ky ritual ka 2 vite. Domethënë se kam qenë futbollist dhe kur je futbollist i ke 10 ditë, po i ke gjithmonë në maj. Domethënë nga mesi maj deri në fund maj që i ke të lira. Por edhe kohë ndonjëherë këto nuk ka horizont. Nuk është të favorizon shumë, je gjithmonë me syt nga qielli. Edhe gjithmonë kam preferu Turqinë ose Greqinë. Tani që kam kaluar jam bërë trajner, dhjetori është ai që na jep më shumë mundësi, na jep më shumë kohë dhe duhet synu gjithmonë të vendet e nxehta në dhjetor sepse atëherë kemi kohë, atëherë kemi mundësi. Niki, një djalë i ri, të gjithë bashkëmoshatarët e tu vetëm postojnë nga jugu, ka përshtypje në këtë periudhë dhe në Korrigusht. Ti në fakt ke zgjedhur që të punosh, sidomos fundjavave kur është kulmi edhe i muzikës që ti bën. Në fakt është viti i dytë radhazi që besoj që pushimet e mia të verës do jenë komplet inekzistente. Vërtet? Vjet ka rastisur që përveç që shohë që jam i preokupuar nga shkolla, nga Korriku deri në fund shtatori kam qenë tente shtunë, tente të premte shtunë, diel, live, koncerte, organizime dhe besoj dhe si vjet kështu do jetë, po të vetmen rast që mund të them që kam bërë pushim vjet, po besoj dhe si vjet është kur kam pasur një live 2 ditë në Sarand ose në koncert në jug dhe ditën e nesërme bëj 1 ose 2 orë plazh dhe kthehem sërish për soundcheck. Po nuk i thua dot jo një fundjavë, për shembull një pune
ose një 2-3 ditë që të rëmben, se i thua, do më thënë, të merë tjetrit 3 javë para, ose 1 muaj për para, i thua, po pasaj grumbullohen, dhe ngellë për shtator pasaj, kështu që. Nuk ka pushime. Besoj se si vjetë dhe qik më lirëshëm, po vjetë një kam qënë pas një ditë pushim. Po je i përgatitur, besoj, kështu shpirtërisht, psikologikisht, se i shohim fotot aty është dëmi më i madh, kur shohim që janë duke pushuar, hedhin ato lokacionet, sidomos kur bëhet fjalë edhe për jashtë vendit, sfidë e madhe ajo. Dhe për të rinjtë është një lloj gare, mund të themi, sidomos pra për kur flasim për pushimet. Ti je në punë, por në fakt një puna jote është pak, le të themi, punë qefi. Nuk është nga ato profesione që janë shumë të lodhshme, jo se është pak, se patjetër po është edhe pasioni yt, besoj, muzika, siç e kemi folur dhe herë të tjera. Ndihesh ndonjëherë keq që thua, shiko, jam në këtë moshë dhe privohem në thojza nga pushimet, pra nuk duhet bëj pushime, se ndryshe shijon njeriu pushimin kur është 20 vjeç, pushimet verore, ndryshe pastaj kur ti je më i madh, kur ti ke krijuar familje, apo si ke fare të mendime. Una një periudhë kohe kur isha, besoj 18-19 ndjeja pak kështu si konkurrencë, që kush ikën këtë do t'i dhe unë, do të posedoj një story, po këto vitet e fundit se shoh fare si konkurrencë, nuk e di. Nështë të vjen në njerë si ciklet që pëse si jam unë, po e kam heshur si mendim për veten time. Të vjen kështu të lutesh, inshallah po bjershi në fundjavë. Shef në një për shumë të këput mese. Por që është mirë shfrytëzon për të punuar, se Vera besoj shumë produktive. Ka 10 minut edhe të këshia dhe vetat. Dhe me thënë, kur thua ta si kur do doja 10 ditë pushime, po ke edhe këto benefitet që t'je puna, që ke benefitet tjera. E mira është që ti kesh të pushime, por ndonjëherë kush nuk arrin dot që ti kesh mundësit për t'i bërë 10 ditë, do plotësohesh me ato që të sjell puna. Ditmar Ndjes, ta ftojmë Rezartën se është gati për të hyrë. Rezarta, mirë se vjen. Ta presim se... Po. Na u bashkua vetëm... Mirë se ju gjeta. Pak fare më vones. Eja Rezartën që punon dhe nuk pushon gjatë verës, apo jo? Po. Mirëmëngjes. Mirë se vjen. Mirë se erdhe. Puna jote, si stiliste, besoj e ka fluksi më të madhe, Rezarta, gjatë verës. Më shumë fustane për qepur, më shumë mbrëmje mature, më shumë dasma, si Adel. Unë kam që fëmijë që merren me këtë profesion, që vazhdoj ta dashurojnë në të njëjtën formë, kështu që ja dal më së miri, sepse mendoj që kur e dashuron një profesion, pasioni për të nuk mbaron kur. Kështu që unë e shikoj çdo ditë me shumë kënaqësi, nuk e shoh asnjëherë me lodhje. Edhe pse lodhje mund të kem, por nuk e ndjej këtë lodhje. Kështu që e bukur e punës time është që ka të bëj gjithmonë, është një profesion i bukur, që ka të bëj me të bukurën, ka të bëj me njerëzit që mbasi vishen i shikon të ndryshosh, i shef të qeshur, i shef të lumtur. Jo gjithë njerëzit janë perfekt, ose më saktë asnjë s'është perfekt në këtë jetë. Kështu që shpesh herë lloji profesionit tim është që të tregoj pjesën më të bukur të linjave dhe mbulon ato pak defekte që mund të kemi në trup. Kështu që është shumë bukur kur shikon në fund fare emocionet që kanë, shpesh herë qajnë, shpesh herë hidhen nga gëzimi. Janë emocionet e prindërve që shohin maturantët për herë të parë me një fustan mbrëmje, sepse gjithmonë e kanë parë fëmijë të veshur pak më ndryshe, dhe kështu që çdo ditë ka emocione. Sigurisht kam brapa kuinta, pa diskutim. Nuk të vjen keq pra që nuk bën pushime në këtë lloj forme? Jo, s'm ka ardhur asnjëherë keq që nuk bëj pushime. Sa vit u bën, Rezarta, që ti ke një verë të ngjeshur me angazhime dhe pa pushime? Nuk e mbaj mend, kam gjithë jetën. Unë kam filluar që 16 vjeç, që kur kam qenë në liceun artistik, merrem me këtë profesion, dhe kam që 15 vjeç që dal në ekran. Kështu që kam një jetë që merrem me këtë profesion, jam të them që ka pas në një moment timi që kam thënë boll stop, nuk e kam thënë kurrë. Deri më sot ja. Janë disa profesione që pra siç e përmendëm edhe pak më herët, pra që është mbizotron pasioni, pra ti ke zgjedhur me shumë dëshirë. Ndryshe mbase disa zanate që duket sikur jemi të detyruar për të punuar dhe zgjedhim pra këtë lloj metode, por në rastin tënd sepse kemi zgjedhje tjetër. Po. Në rastin tim jo, në rastin tim unë herën e parë që kam marrë të dizenjoj ka qenë kur kam qenë 8 vjeç, laps letër, 8 vjeç dhe kam bërë skicimin tim të parë në letër. Dhe nga një moment, pasioni im nuk shuhet. Ata kam përshtypjen derisa të mbyll syt nuk do shuhet.
Elda, si e shek këtë lloj kategorie njerëzish të cilët zgjedhin të mos bëjnë pushime ose nuk kanë mundësi për shkak të punëve të tyre. Duhet të jesh pak i përgatitur psikologjikisht, po themi, për këtë pjesë? Në radhë parë, po të dëgjoj Erzartën sa pasion po fliste për punën e saj. Edhe duket nga ato persona që nuk është kurrë e lodhur nga puna dhe punën siç ajo e bën vetë nuk mund t'ia besojë asnjë personi tjetër. Edhe përgëzoj për këtë gjë. Është një person që një ditë të shkëputet ose 2 ditë të shkëputet nga puna, i mungon monotonia e punës. Po kjo gjë është vërtet se duket nga mënyra se si fliste më aq pasion, edhe është diçka e arritur me të vërtetë. Kurse ka edhe nga ato persona të cilët ndjen në një ambient pune që janë, si du të themi, të detyruar, se në një punë bytëse, dhe kërkojnë me ngurë që të kenë një pushim. Kurse persona që janë të angazhuar, të apasionuar, në pas punës së tyre nuk kërkojnë kur të kenë pushime. Ose të ullu një herë me vetë të bëjnë një monolog që dëgjoj, kanë dhënë pak nevojë të marrë pak frymë, të themi. Të mendojnë për familjarët e tyre, të cilët kanë nevojë dhe ato për ju. Mbi të gjitha, unë do të vlerësoja që pushime do t'i kthejmë në kujtime, sepse vitet ikin edhe koha nuk kthehet më pas. Kjo është mbi gjitha. Mbetet si një lloj brenge, se përmendet fëmijët. Eda, për shembull, Erzarta nuk e di, ka munguar pushimet verore me fëmijët, si ja ke bërë? Se në mos ti, okay, dakord, të mban lidhur pasionit, mban lidhur punat, mban lidhur dhe ai buxheti nga ana monetare, çfarë fiton ti në fund muajit. Pjesa ana monetare nuk është shumë ana pjesa monetare, se shumë mendojnë njerëzit që pjesa monetare ai ka pasion e kësaj është tjetër gjë. Janë të realisht nuk është kaq sa ç'mendohet. Pjesa monetare, sepse dhe që të realizosh një veshje, duhen shumë materiale. Dhe që të realizosh veshjen duhen materiale, element, gur, pun, dhe nuk punon një person, është një staf i gjerë. Jo, patjetër, jo, ideja është që përderisa është fluksi punës në atë ka lidhje në këtë gjë, po më tepër se sa tek pasioni. Më falni që ndërpres, po jam dakord me psikologën që thotë që në momentin që unë largohem 2 ditë apo 3 ditë, më mungon ajo gjë. Nuk është vetvetja, nuk i shijon ato pushime. Edhe pushimet mund të jenë të pjesshme. Unë nuk e kam provuar ndonjëherë të bëj një profesion ose të bëj një punë që nuk e dua. Unë çdo zgjedhje time në jetë e kam bërë se e kam dashur. Primare për ju është puna. Kjo është shpejtësia shpirtërore, themi. Aty që veten, edhe ku je lumtur dhe ku je mërzitur, gjë vetëm. Po e bëj gjithmonë. Edhe kur i bën pushime, besoj i bën në vjesht. Në shtator, në fragmente të caktuara të shtatorit dhe tregohem me sinqert fare, marr gjithmonë laps letër me vete. Jam sërish duke dizenjuar. Domethënë, duke pushuar, duke punuar. Po, dhe duke dizenjuar. Do kombinim perfekt. Nuk kam problem kur ke punën tënde, biznesin tënd, duhet të rish ndikon. Edhe plazhin e bën qetëset, nuk do shumë njerëz. Qetësi, po, normal. Unë jam natyrë që nuk dua shumë njerëz. Edhe unë si ju jam. Preferoj, domethënë, qetësi. Se ato që unë pushime, ajo qetësia, po kjo vjen edhe për shkak të profesionit. Po, profesionet të caktuara. Janë sa profesione që dashje pa dashje edhe partneri duhet ta mirëkuptojë, sepse tani po, edhe kjo gjë. Rezarda kjo është di që profesioni ka, ditë marri edhe unë këtë profesion kam zgjedh. Pra do që i këtë mirë kuptim, se nuk është se kemi një ndojë. Po, i bie që edhe bashkëshortja jote të privojt një lloj forme... Jo, unë kam qellu që edhe bashkëshortja këtë periudhën e verës është më shumë të puna dhe pra ne thash edhe jemi të dhjetorin e që sulmojmë. Po që du të me gjithë gjithmonë edhe të gjuhën e përbashët, se ore gjithë i du në pushimet. Po tani, kur është kjo puna në mes, do të rish bësh për shembull 1 ditë, 2 ditë, pastaj vish përsëri, sepse jemi të privuar nga puna. Po thoshe pak më herë Ditmar që ka të mira dhe të këqija dhe nuk e çuam deri në fund të mendimin. Cilat janë të mira dhe të këqijat e të mosbërit pushime? Po më flas për veten time. Me qenë se Niku t'i boti pyetje moshatarët e tu, unë për shembull kam kaluar gjithë rinin time, e kam kaluar periudhën e verës në përfazë përgatitore në përmale me ekipet e futbollit, do me thënë shkonin në vendë malore duke parë edhe klimën, edhe ndërkohë që gjithë shokët e mi postonin fotografinë në për plazhe, në për pabe, unë isha me 3 seanca servitore në ditë, do me thënë vija gjithmonë minus 10 kile, edhe isha kështu nga fytyra, ka qenë sakrificë, po kjo sakrifica ka të bëjë në pasionin, pasioni pastaj futet edhe vlera monetare, se nuk është se pra ne themi janë të ndërthuara gjërat, po kjo vlera monetare kur ti e ke mund të jep të drejtën pastaj të zgjedhësh një vend që shokët e tu nuk e kanë mundësi për ta zgjedhur një pushim jashtë, që thash edhe më përpara. Pra gjithmonë janë të ndërthuara gjërat. Ato doja unë. Sigurisht do doja, por kur është pasioni, pastaj gjithmonë them më mirë që kam zgjedhur të rrugë se ka pas pasion brenda, ka pas dashuri për sportin.
Edhe prevalon, po themi edhe mbi çfarë jetë. Nëse mund ta kemi edhe Miklovanin, e kemi në një lidhje Skype nga puna, nga vendi i punës. Miklovan, mirëmëngjes, të përshëndesim. Përshëndetje, mirëmëngjes. Unë mendova se Miklovani do ishte ose nga na tregonte vjen bregdetar, ose ndonjë kuzhinën. Aty është midis të dyjave se e shoh çadrat jashtë. Unë jam tek restoranti për momentin. Je në kohë pushimi pak tani më duket. Ta ftojmë pak Miklovanin Agida. Tani sa hapet, tani na vin furnizime, gjërat, faza përgatitore para se të hapet dreka në orën 12. Fillojmë bëjmë përgatitjet, mbarojmë drekën nga ora 3:30-4, pastaj fillojmë përgatitjet e darkës. Jemi gjithkohë në punë. Po, Miklovan Dies, të ftoj dhe nëse më ndihmon dhe regjia, mbase për ndryshuar pak ambientin, se dukesh disi në errësirë ka rënë drita, ndërkohë ne vazhdojmë dhe bisedën në studio me të ftuarit të tjerë sa Miklovani të rregulloj pak ambientin që duket tamam siç duhet. Ose kalojmë në publicitet dhe rikthehemi pas pak. Po. Publicitet. Jemi rikthyer në studio për të vijuar me bisedën, flasim sot për një verë pa pushime. Cilat janë ato profesione që janë disi të privuara nga mungesa e pushimeve dhe si ndihemi në fakt kur këto pushime mungojnë, sidomos pra në stinën që gjithmonë parashikohet për të pushuar dhe për të bërë atë detoksin që kemi më shumë nevojë. Siç e ndërprem pra lidhje në Skype me Miklovanin, jemi gati për të rilidhur dhe për të biseduar me të se si do jetë kjo verë, çfarë e pret në këtë verë të nxehtë. Miklovan, të përshëndesim edhe një herë. Përshëndetje, gjithë. Një shef kuzhine duket sikur punon 12 muajt e vitit. Po si është një verë në punë? Pra më thej që je shpërngulur, i transferuar kështu nga Tirana në Bregdet me motorët të ndezur akoma dhe më shumë dhe për t'ju shërbyer dhe për qenë në kryt detyrës. Si është të punosh gjatë gjithë verës? Në sezonin e verës është normal, është pak më e fort puna, se normalisht presim goxha turist, edhe orët janë pak të zgjatura. Se edhe ne në Bregdet këtë presim, sezonin e verës, pastaj gjatë dimrit, qetësi. Ke ndë pak mundësi të pushosh Miklovan, apo çdo ditë është njëra më ngarkuar se tjetra? Jo, çdo ditë qeshori është pak më i qetë, po pastaj korrik gusht duhet eci me 200 në orë. Kështu që edhe pse je afër detit, je njëkohësisht edhe larg. Po, është sezoni i pjesë, unë jam këtu në Qerret Kavajës, dhe me thënë drejtën, deti nuk është e kam parë. I 5 vjeç? Po, është sezoni 5 që jam tuja dhe me thënë drejtën 2 herë maksimumi jam futur në ujë. Po, familja ndërkohë vjen tek ti? Po, ndonjëherë i marë në një fundjavë, po shumë pak i marë, me thënë drejtën, se edhe puna do përkushtimin, do angazhimin, nuk është kam kohën të në thonjë të merrem edhe me familjen, me thënë drejtën, se është goxha ngarkesë. Po, të vjen keq Miklovan që nuk ke mundësi të pushosh në kohën që gjithë njerëzit pushojnë, apo është diçka që tashmë je mësuar ose e ke marrë parasysh? E kam marrë parasysh, ky është profesioni që unë bëj prej 23 vjetësh, edhe me thënë drejtën nuk është sezonat e verës kam bërë pushime. Jem tetori ose në janar bëj 1-2 javë pushime. Nuk është... Më vjen keq për fëmijët që janë të vegjël, normal që duan babin afër të shoh shtëpishin, po ky është profesioni im edhe mundohem në dimër t'ja u bëj pak qefin. Miklovan, nuk e thënë ndonjëherë, shiko, duhet ta ndryshoj këtë verë, ta alternoj pak, mbase jo gjithë verën, kuptohet se jo gjithë mund ta kenë mundësinë për të bërë gjithë verën pushime, por një pjesë të verës, ca ditë të bësh pushime mbase edhe për hir të fëmijëve ose një kërkesë bashkëshortes mund të jetë kjo. Profesioni që bëj, me thënë drejtën, nuk është se ma lejon që unë të bëj pushime verore, me thënë drejtën. Është vetëm kur kam punuar jashtë në Itali ose në Gjermani,
në Francë kam bërë eksperiencat e mia të punës. Nuk është e kam punuar në vende bekletare, edhe i kam marrë ato 2 javë pushime në gusht, edhe i kam bërë pushimet. Po, tani që ndodhem këtu në hotel prej 5 vitesh edhe angazhimin e vetë edhe nuk mund të bëj pushimet e verës mes të fluksit punës. Tani edhe puna ka përkushtimet, edhe familja ka përkushtimet e veta. Tani do t'i bëjmë në tetor ose në janar. Ja vlen të theksohet si puna juaj, Rezarta, si puna e Mik Lëvani, por disa punë të tjera gjatë verës janë shumë më të paguara. Prandaj dhe bëhet kjo sakrificë për pushime, se besoj e keni me jetën, pra me eksperiencën e jetës, me punën që ju keni ndërtuar, e keni patjetër mundësinë për të zhvendosur për të pushuar. Por kjo është një zgjedhje për të sakrifikuar në të mirë të punës, për të qërbyer akoma dhe më shumë punës dhe për qenë mbi kokë në këtë fluks të madh që ka profesioni juaj. Në fakt është zgjedhje e para, sepse çdo gjë në jetë është zgjedhje. Dhe në momentin që e merr me pozitivitet ose me pasion, siç thash më përpara, ajo fjala që po nuk të vjen keq, nuk bëj pushime, jo, nuk vjen fare keq që nuk bëj pushime. Sepse, si ta them unë ty, në një habitat, në një ambient ku ti ndjehesh komod, ti nuk e ndjen nevojën për të bërë ato pushimet ekstreme, kur shikon të tjerët nëpër Instagram që janë nëpër plazhra, më bëhet çeke pa diskutim, por që nuk është se ndjet nevojshme. Nuk është se nuk e ke mundësinë, thjesht një lloj zgjedhje pra siç e the. Jo, zgjedhje pa diskutim, por edhe po të duash një moment, se ke edhe një moment që dimi se njerëz jemi, nuk kemi kompjuter, që ke atë momentin tënd që thua, ok, stop një moment, është mbi. Por në atë moment që thua është mbi puna, më shumë se ç'duhet, në atë moment ti s'lëviz dot. Sepse datat janë fikse, dhe duke qenë që datat janë fikse, ti s'mund të lësh tjetrin paveshje, sepse ka datë fikse, ka ditëlindje, ka dasmën, martohet, është nuse. Më tonë, s'ke se si e lë. Kështu që, gjithsesi varet tashët, është gjithmonë nga profesioni, se unë dëgjoj shpesh herë, por nuk e kuptoj, edhe pse dëgjoj shpesh herë që thonë, më shlodh kjo punë, nuk e duroj dot më, nuk shkoj. Në këtë rast, këtë duhet të dilja, si që përmenda dhe më parë, tash janë persone që për punën që bëjnë nuk gjenë vetë vetën ato, nuk janë të lumtur në atë punë që bëjnë. Kurse puna që Rezarta bën, edhe punën që bën, dhe më thënë, pushimin e quan kënaqësi. Kurse ato persona në radhë parë fillojnë të ndjejnë mungesë përqendrimi, mund të kenë ankth, dhe më thënë, duan si do e kanë të domosdoshme një Nuk e shijojnë. Nuk e shijojnë fare, asgjë, do të thënë. Pra reagon trupi, reagon truri ynë kur ne duam pushime. Të një profesion të Rezarta ose të profesioni im. Se unë me vërtet dhe unë lodhëm shumë, se futbolli është shumë i lodhshëm. Po, ka lodhjet e veta, çdo punë ka lodhjet e saj. Kur merr lloj feedbacku e merr. Është feedbacku, por nuk duhet të tejkalon limitet. Duhet bërë edhe dallimi midis vetës edhe punës. Sepse në radhë parë, për nuk u vlerësuan gjendjen shpirtërore ose fizike, gjendja psikologjike të gjitha, se edhe puna ka rëndësisat e saj. Nuk ka punë që nuk ka rëndesë, po kur është mbi janë ngarkesa të mëdhaja, edhe qëllon në një moment të stoposh, nuk din nga ta mbash nga të shkosh, nga ta mbash mendin përpara, do më thënë nuk je vetvetja. Prandaj quhen pushime. Edhe pushime do më thënë duhet të krijohen të gjesh hapësirë kur është e mundur normalisht, sepse edhe vlera monetare ka të bëjë, por edhe rritja një fëmije, kur janë të pushimet e caktuar në sezonin e verës, që ju i keni shumë të angazhuara me punat tuaja, kanë dhe ato nevoj për ju, do më thënë të kryojnë kujtimet, që pushimet, një album me kujtime që ka kaluar me prindit e tyre. Se thash, koha i ka vitet nuk temë pas. Edhe vjen një kohë që do të mbesi si peng të quen. Do bësh pishmon, por dramatizojmë mendoj që në herë është një brezash apo kulture punë Rezarta. Verës është sezon vere dhe sezon që ka punë ngarkesë, po nuk do të që bëhet kaq. Jo për ta bërë dramatike, hapësirën dhe kështu kohën çdo njeri edhe zotria që foli. Po jo për shembull në rastin e disa personave dhe mund të thotë edhe pse nuk delegojnë punën. Për shembull kur ti ke krijuar për disa vitesh. Është e pamundur delegosh punën, si të ta them unë, pse nuk jem pishin aty tani në këtë moment, se jenë emision, apo jo, e ketë pa mundur. E pra është pjesë e punës tënde. Janë ca gjëra që, por me gjitha të njëri u kur do, gjenë hapësira dhe e gjenë hapësira edhe për gjithë të tjerët. Kështu që mos bëjmë kaq, sigurisht që sezoni verës është më i ngarkuar, por nuk është se nuk, nëse
Kushdo nga ne nëse do, bën një stop në kuptimi që okej, nuk e bën momentin në fix në këtë moment, po në një moment të dytë, brënda një muaj e gjenë hapësirën gjithmonë nëse do. Si është Tirana në Korrik Gusht, kur një pjesë e mirë është me pushime? Po në fakt Tirana është bosh, totalisht bosh. Unë shikoj vetëm njerëzit si puna ime që punojnë në orë të zgjatura dhe emigrant, shumë emigrant që vinë dhe pikërisht është ky momenti që bëjmë veshjet, paktën për pjesën e profesionit tim, për pjesën e restoranteve janë plot sepse vimi emigrantët dhe është logjike kjo gjëja që restorantët mbushen plot. Kështu që lejmë fix pikun e sezonit kur ato kanë pushime, që ti bëjnë gjitha. Që bëjnë gjërat të gjitha. Të gjitha, vinë Shqipëri edhe stilistët, dermatologët, të gjitha ratë, shefet e gjitha me ratë. A është kjo lloj kulture pune, mund të them dhe të rinë, se shumë herë u drejtojmë, u avëm gishtin, pse nuk punojnë gjatë verës, sidomos të rinë, pra studentët, pse nuk zgjedhin një punë. Hotelleri turizmi i mundson në Shqipëri, për ju vetëm, punën gjatë verës, për të pasur sigurisht edhe anën ekonomike më të siguruar. Po a shohim që po sakrifikojnë një farë mënyrë dhe po është kjo zgjedhje edhe tek të rinë që verën të kujdesen për ta pasur për të punuar, jo për të menduar në rastin e parë qefin apo dëshiren ato pushimet. Se kemi mësuar që të themi që jo nuk është, se gjithmonë njeriu ke parasysh në gjithë gjërat, shikoj psikologen sepse ajo e di më mirë këtë pjesë, po në gjithë gjërat njeriu zgjedh gjithmonë thotë atë negativen dhe po një pjesë e mirë zgjedhin. Një pjesë e mirë dhe po të është në varësi të personave. Është çështje karakteri. Po, në çështje karakteri. Ka dhe persona që mendojnë janë të ri dhe të shijojnë rinin, edhe ka kohë për të punuar. Është dhe kjo neglizhenca. Ka dhe të tjerë pastaj që bëjnë sakrifica dhe punojnë, studiojnë, kur ka mundësi, shkojnë me pushime. Niki, se si janë bashkëpunëtarët e ti, janë në punë si ti, kanë gjetur mundësira? Është krijuar një stereotip që të rinj shqiptar nuk punojnë, por në grupin tim shoqëror, në njohjet e mia të grup moshës time, të gjithë gjenë një lloj aktiviteti ose një lloj pune gjatë verës. Nuk kam rastisur një shok ose një shoqe që të ri kot gjatë verës. Si janë punët më të kërkuara kryesisht nga të rinjt? Në turizëm, kryesisht në turizëm. Por në fushën time që është siguria kibernetike, informatika, inteligjencë artificiale, rastisht që punojnë edhe gjatë kohës që pushojmë, do të thënë janë diku në Bregdet, janë me laptop me vete. Është dhe kjo një anë që ka disa fusha specifike. Niki, mami dhe babi çfarë thon kur je gjithkohës në punë? Ata e kanë zgjitur hallin, vjen mbas koncerteve të mia. Vjen pas teje. Po, e kanë gjetur. Nuk ndonjëherë mami që mbrap spika e mu lodhe u ngeli çunin pa. Po, kënaqet. Kur më shikon kënaqet, të dy domethënë. A është ky një target që ti e ke bërë me veten që thua? Në vitin verën e 2024 s'kam bërë kaq para, pra e lidh me parat. Në verën e 2025 thua do mbledh kaq para në fund të gushtit. Bën këtë lloj rezumeje, në varësi është në varësi të datave. Unë është live viti 3 që bëj live dhe nuk e parashikoj dot, domethënë vit për vit. Pra të ngrihesh le themi nga ana monetare. Po, normalisht, por kjo varet nga net muzikës e kemi si ulliri, një vit prodhon, një vit prodhon. Nga vite në vit domethënë. Po, edhe është e paplanifikueshme sepse del një trend i ri që nuk i përket zhanrit tim ose i përket zhanrit tim, do jetë shumë herë më mirë, po deri tani jemi mirë. Të kënaqur. Nuk kemi rënë, po, jemi mirë. E përmendëm pak, a është pra paraja ajo që të motivon apo vetëm pasioni? Shkojnë të dy bashkë. Kjo është pyetje personale për secilin, se çdo njeri e shef në këmbvështrimin e vet. Unë për vete të parë kam pasionin. Pasioni. Po arsye pse vazhdoj të qëndroj me kaq forcë dhe që s'ndjej asnjë lloj lodhje, sigurisht lodhje mund të kem, po më shkrihet, nuk e kam, dhe diçka që është një gjë që shpërbëhet me njerë, për sepse kam pasionin kaq të fortë, bileza dhe me veten time çuditem që kam këtë lloj energjie. 16 vjeç që kam të njëjtën forcë, asnjëherë nuk çdoj domethënë në këtë pjesë. Sigurisht edhe ana financiare të shumë motivon. Ato shkojnë të dy bashkë. Por ka pas shumë raste që kam punuar shumë fort dhe ana financiare nuk ka qenë. Edhe kam vazhduar të punoj shumë fort, edhe pse nuk ka qenë, sepse më ka motivuar momenti i fundit kur shikoj një rezultat që më pëlqen. Dhe feedbackun pastaj. Cilat janë pushimet ideale për njerëzit që nuk pushojnë? Ato ditë të cilat vendosin që t'i marrin 4-5. Përmendi pak më parë ditë marrin që shkon në përvende mbas edhe pak egzotike, shumë larg Shqipërisë.
Kur gjithë të tjerët janë në punë, në dhjetor, ftohtë, të tip do që të shohë pushime, po cilat janë pushimet perfekte për ty? Nëse ne periudhën e verës nuk është se pushojmë shumë, punojmë, po tani, nëse themi tani që edhe të vlerë monetare nuk i kemi syt, unë personalisht lodhem shumë, ka pas raste në verë që jemi lodhe e zakonisht shumë, po kur kemi marrë pasaj atë feedbackun, se ne rrimi 25 veta, kemi thonë, ore, 2 muaj lodhe, pa e pas ka vlet. Sepse edhe me pak fat futbolli është atë çështje fati, edhe kur merret pas atë feedbackun që është shumë pozitiv, i planifikon dhe ke mundësi. Po tani ka dhe sezonet verës që nuk është si punë Nikos që tha, se punë e ullirit. Ka dhe sezone, po megjithatë të periudha e dhjetorit të jep mundësin që të shkosh në vende egzotike, sepse ne 3 muajt e verës nuk kemi pushu fare. Ne fundjavë 1 ditë ose 2 ditë, pasaj pjesa tjetër ka qenë vetëm punë, kështu që doja bëjmë çik edhe vetës qefin. Pa ne them. Pushimet perfekte për Ezartën? Me njerëzit që mi do zemra. S'ka rëndësi vendi fare. As koha. Niki? Një shembull, domethënë për vitin e kaluar, unë nëse do zgjidhja 1 javë pushime ose 2 javë pushime në Jalë, Dërmi, Himar ose në një liron Maldive, Bora, më mirë kisha zgjedhur një sezon të tërë vere para publikut, se sa ato 2 javë pushime. Nuk e ndanë publikun me asnjë gjë. Është tjetër emocion. Elda, për ty? Për mua rëndësi ka të jem me familjen, me persona që unë dua në një ambient, si që thash, që ka mos të bëni shumë modest, se... Jo, nuk jemi modest, më flasë për vete, edhe pse jam psikologë nuk ka lidhje, më pëlqen qetësia, nuk dua të kem zhurmë në rëmuj, prandaj quam pushime, dua një qetësi. Po, si të mos krem pushime familjare. Ta pyesim dhe Miklovanin se cila do ishin pushimet perfekte, ose që i mungojnë, ose që të donte të bënte. Do ishte të qikja telefonin të rria shtëpi me fëmijët. As det, as mal, as gjë, vetëm shtëpi. Është ajo koha e munguar me fëmijë që dëshiron prindit ta rikuperoj pastaj në momentin më të parë që i vjen mundësia. Mirë. Edhe kur futemi në një 2 orash tek restoranti, marrin telefon Miklovan, jetë restoranti, jo, duhet dish me vrap, edhe prandaj thash, të ikim telefonin edhe... Edhe zërë se nuk ekziston ato kohë. Mirë, faleminderit Miklovan, të përshëndesim edhe punë të mbarë. Faleminderit juve dhe ju uroj një verë të mbarë të gjithë. Faleminderit shumë edhe për bisedën e këndshme që realizuam së bashku me të ftuarit në studio. Ne do të ndalemi këtu, të dajemi këtu publicitet, sepse Linda më pas do të jetë së bashku me Blertën për të prezentuar edhe ofertat më të fundit nga Komodita Home. Jemi rikthyer në pjesën e fundit, siç e shikoni, tryeza është mbushur plot me produkte fantastike, që do keni mundësinë për të përfituar nga uljet që sjell Komodita Home. Unë prezantoj mikeshën e programit Blerta Sadika, që është PR e Komodita Home, që do ju tregoj se çfarë ofertash do keni mundësi për të përfituar deri me datën 22 qershor. Blerta, çfarë ka sjell Komodita sot? Linda, mirë se u gjeta një herë dhe gjithmonë është kënaqësi që të jem këtu tek juve. Dhe sigurisht dhe këtë qershor neve nuk do e linim pa ardhur me ofertën e muajit, me ofertën më të mirë të muajit, që tashmë e kemi traditë që ta prezantojmë këtu bashkë. Si çdo muaj, patjetër edhe këtë muaj Komodita Home ka sjell ofertën e vet kulminante, e cila duhet thënë që në fillim afate deri në datën 22 qershor mund ta përfitoni. Por dua të them edhe një gjë që në fillim, në fakt, që në përgjithësi është edhe një thirrje që e bëjnë ndoshta në fund të prezantimit, por ja vlen ta themi në fillim për një arsye shumë të rëndësishme. Unë këtu prezentojmë bashkë shumë produkte të Komodita Home, por është e pamundur që të sjellin të gjithë gamën e uljeve që kanë Komodita Home. Që kështu ju ftoj të vizitoni dyqanet e Komodita Home kudo ku ato ndodhen, vizitoni rrjetet tona sociale, Instagram, Facebook, faqen tonë të webit, gjithmonë në 0800 0808, merrni informacion, bëni porosi tuaja online. Që kështu dëgjoni patjetër më shumë vëmendje oferta që kemi për momentin, por patjetër është më mirë që edhe të na vizitoni dhe të shikoni nga afër, pasi që unë mund të shpjegoj këtu për shkak për momentin këtë çfarë, ndërkohë zonja që po na shikon tani do një tapet.
Tapetet po ashtu janë me shumë ullje dhe janë me shumë fantastike dhe kemi dizajnet të reja që kështu është më mirë ajo gjëja e cila juve ju nevojite të vizitoni dyqanet tona dhe ta gjeni atje. Pa humbur shumë kohë, vazhdoj me produktet, fillimisht me produktet e tekstilit, dua të them një ullje fantastike e cila ka ardhur në mbulesat tona Velvet, seti mbulesës Velvet, për herë të parë vjen në këtë çmim. Për vetëm 2490 lekë vjen seti Velvet, i cili ka kolloft e jastokut plus edhe mbulesën. Duhet thënë mbulesa Velvet është ndër mbulesat e kudo gjëndura, në shtëpi, në Airbnb, në hoteleri, kudo ka vetëm mbulesën Velvet të Komodita Home, që kështu përfitojeni me këtë çmim fantastik. Të mira, fantastike, me ngjyra që mund të mbulojmë ato defektet mbase një njollë të vogël që e bëjmë në shtëpi. Të ngjyra janë të sigurta. Janë të sigurta, plus që edhe janë ngjyra të cilat përshtaten shumë mirë dhe me dizajnet dekoret moderne që janë tashmë. Për vetëm 2490 lekë për masa doppio dhe 1990 lekë për masën teke, e gjeni mbulesën Velvet. Setet e çarçave në Komodita Home, siç e dini, i gjeni në dizajne të shumë llojshme, tani në ofertë të vinë kështu për 2790 lekë për masa doppio e setit të çarçavit dhe për 2290 lekë për masa teke e setit të çarçavit. Por mos harrojmë një gjë, këto setet e çarçafësh janë zarf, domethënë kanë zarfin e jorganit, çarçafin e dyshekut dhe kolloftë e jastëkut, është seti plot çarçafësh dhe vjen në këtë ofertë deri me datën 22 qershor. Kemi pastaj edhe jorganët Komodita Medium Line, të cilët për masa doppio të cilit vjen për vetëm 2690 lekë dhe për masa teke për vetëm 2290 lekë. Për organet nuk ka shumë fjalë, pasi që ato të gjitha janë të testuara nga klientët tanë që lahen lehtësisht, janë të lehtë, të ngrohtë. Mos harroni, blerjet më të mira dhe uljet më të mëdha të produkteve të dimrit patjetër që janë tani. Po. Për të kaluar pastaj tek batania Soft Touch, batania gjithë shqiptarëve e themun. Po, e vërtetë. Por e cila duhet patjetër pasuar dhe me ngjyra të shumëllojshme që gjeni Komodita Home, për masën teke të cilës e gjeni për vetëm 890 lekë dhe për masën doppio për vetëm 1190 lekë. Vizitoni dyqanet e Komodita Home për të parë edhe shumëllojshmërinë e këtyre batanijeve. Do kalojmë tek enjet të kuzhinës. Kalojmë tek enjet të kuzhinës. Këto ngjyra fantastike të shumëllojshme, çfarë nuk kemi? Pjata, gota, servise, tigan. Kuzhina e Komodita Home së fundmi është pasuruar edhe me dizajnet të reja dhe me thënë të drejtën duken më mirë sa asnjëherë, më bukur sa asnjëherë. Dizajn të reja në setet e pjatave, dizajn të reja në setet e filxhanëve të çajit, në filxhan të kafes, gota të reja pafund, lloje të ndryshme gotash. Kuzhina është më e freskët se asnjëherë në dyqanet e Komodita Home. Siç i shikojmë edhe këto dizajne, janë dizajn të cilat janë me një ndërthurje, janë etnik, një ndërthurje edhe të tradicionale, por vinë edhe në forma moderne. Janë sete të cilat sapo kanë ardhur në dyqanet e Komodita Home, por janë përfshirë po ashtu në ofertën e qershorit në Komodita Home dhe përfitoni për vetëm 5990 lekë setin e plot të këtyre pjatave. Për të kaluar më pas edhe tek tenxheret dhe në përgjithësi enët e gatimit në Komodita Home nuk kanë se si të mungojnë. Tenxheret në Komodita Home vinë gjithmonë me sipërfaqe jo ngjitse, jo gërvishtëse, për shembull tenxheret belly shape që kemi për momentin, është një set 6 pjesësh, i cili është i përbërë nga 4 shtresa, jo ngjitëse dhe po ashtu bashkë kanë gjitur edhe një shtresë tjetër e qeramikës për ta bërë edhe më të shëndetshme dhe po ashtu edhe më funksionale. Po ashtu funksionale janë edhe për masat që kanë, pasi janë për masa që ne i përdorim në përditshmëri dhe vinë për vetëm 7990 lekë. Të gjitha këto së bashku vinë në këtë çmimin. Super, shumë mirë. Për të kaluar më pas tek setet e lugëve, setet e lugëve në Komodita Home janë të plota, ju e dini tashmë janë setet 36 pjesëshe. Ktu kemi sjell një nga setet më të preferuara, që është seti lugëve fino. Seti lugëve fino është jo vetëm i preferuar për formën që ka, por po ashtu edhe për cilësinë e vet, me treguesin e vet 1810, është një tregues i cilësisë që nuk të ndryshket, nuk gërvishtet dhe patjetër vjen shëndetshëm por dhe bukur në tryezat tuaja. Dhe je gjatë mbi të gjitha, duke pasur të cilësi shumë të mira që ti rëndite. Patjetër. Kemi setet e gotave. Setet e gotave në Komodita Home startojnë nga 990 lekë. Për shembull kemi setin e gotave të birës dhe duhet thënë që gjeni gota të shumëllojshme. Përveç cilësisë është shumëllojshmëria ajo që bën edhe diferencën në Komodita Home. Setet e birës, të verës së bardhë, verës së kuqe, të shampanjës, setet e alkooleve të ndryshme, të ujit, të lëngjeve, setet e çajit me forma të ndryshme, por edhe të çajit turk, domethënë çdo lloj forme të gotës që juve ju nevojite, të vizitoni dyqanet e Komodita Home dhe i gjeni aty.
kemi plot produktet e cilat janë në ulje, por është një produkt i cili është shumë Unë sezonal. e kam në dorë dhe është gati për të nisur me pushime në këtë valigjen. Valigjet janë në super ofertë, po ashtu startojnë nga 2.990 lekë që është small valigja për masa më të vogël, për masa medium 3.990 lekë, për masa e madhe e valigjës 4.990 lekë, po ashtu kemi dhe valigjën e kozmetikës për vetëm 1.490 lekë. Valigjet e Comodita Home janë të tilla të cilat nga materiali që kanë nuk ndikojnë nga kushtet atmosferike, janë të qëndrueshme përballë të gjithë hedhjeve që u bëhen, vinë në ngjyra të shumë llojshme, kanë rrotën lëvizje 360 gradë dhe po ashtu kanë edhe kodin e vet të sigurisë. Është shumë e rëndësishme të kemi udhëtime të sigurta dhe të dimë që paketimet tona janë të sigurta po ashtu. Kjo ofertë zgjatë deri në datën 22 qershor, që kështu është momenti të na vizitoni në dyqanet tona, rrjetet tona sociale 0800 0808, mund të telefononi, të merrni informacion dhe po ashtu të bëni porositë tuaja online. Mos harroni, në fakt kemi një surprizë, është surprizë për ty Linda. Surprizë pa njerëz që dua surprizat. Është nga surprizat të cilat unë i pëlqej shumë t'i them. Kemi hapjen më të re të dyqanit të 28 Comodita Home. Është dyqani 28 Comodita Home në Tiranë, në Casa Italia, që kështu në datën 25 qershor ju presim atje që të njiheni me surprizat e hapjes, po ashtu edhe të bashkangjiteni festës e Comodita Home. Dhe për të gjitha ofertat e Comodita Home, mos harroni deri në datën 22 qershor. Erta, shumë faleminderit për këtë mundësi që ju dhe gjithë vlerësve që janë besnik të Comodita Home, ti prezantove një pjesë të produkteve që vinë në Comodita Home, por ju do keni mundësinë për të vizituar të gjitha dyqanet, dhe dyqani më i fundit që do hapet tashmë nga Comodita për të bërë blerjet tuaja dhe për të përfituar me këto oferta shpërthyese që nuk do mund të rezistoni. Ju falenderoj shumë që ishit këtu me ne. Falenderit ju dhe që na ndoqët. Do shihemi sërish në takimin e ardhshëm.